Si pavorën, ka qenë i pavorën edhe, sot ka marrë vendimet të pavorën. Pavorën s'ka qenë, po... Jo, nuk ka qenë i pavorën. Se ka pranua asnjëherë që ka qenë antar i LDK-s. Për shembull, në këtë që ka thonë Lumir Avdigjiku këtë, në këtë që ka thonë, kjo lën me nënkuptu se ai ka qenë antar i LDK-s. Ai ka marrë pjesë edhe në sa di unë nëpër kuvendet të LDK-s, po sido që tjetër është temë tjetër, por çfarë duhet themi për LDK-n është mbase vërtet Lumir Avdigjiku po don me shfrytëzu në një farformë me emrin e Vjosa Osmanit për të i mbulu dështimet e tina, edhe humbje 2 herë radhazi në zgjedhjet nacionale, edhe 2 herë në zgjedhjet lokale ku madje ai ka humbur edhe 2 komuna. Prandaj nën atë që po themi ish presidentën Osmani në siglën e saj, Lumir Avdigjiku po don me mbulu dështimin e tij. Çfarë duhet themi këtu është sepse këtu në fakt mund të derivojmë edhe deri te një konkluzion, sepse as Vjosa Osmani nuk mundet pa LDK-n, e as LDK-ja kësaj here nuk mundet pa Vjosa Osmanin. Kur kemi fol për Lumirin, unë ma herët në një farformë siç e thellë ti Arben, unë edhe jam gozhdu pse po e them këtë. Lumir Avdigjiku ka pas problemin shumë të madh brenda subjektit vet politik, kur ai për pak, nëse mund të themi kështu, s'ka humb në kuvendin e brendshëm të LDK, në kuvendin e përgjithshëm të LDK-s, dikon 54 me 46% ka fitu. Prandaj, nëse mund të themi edhe diçka tjetër është se të trija subjektet politike, tash do shta përjashtop AK-n, po garojnë me të tretën herë me të njëjtit kandidat. Për shembull, PDK apo garon prapë me Bedri Hamzën, edhe Lumiri deri tash ka garu me emrin e vet, e me gjas kësaj here po flitet që prapë do të garoj si kandidat për kryeministër Lumiri e për presidentin